Prokuroria e Përgjithshme ka përfunduar verifikimin për gjyqtaren e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, Irena Gjoka, lidhur me deklarimet e saj në formularin e vetëdeklarimit të datës 22 prill 2016. Pas kryerjes së të gjitha verifikimeve të mundshme brenda dhe jashtë vendit, prokuroria ka miratuar rezultatet e procesit të verifikimit dhe ka përcjellë vendimin në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Verifikimi i vetëdeklarimeve të Irena Gjokës u zhvillua mbi bazën e kërkesës së Komisionit të Zhvillimit të Karrierës në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe pretendimeve se Gjoka kishte fshehur probleme nga e kaluara në shtetin grek. Sa kaq, prokuroria i ka kërkuar KLG-s që të vlerësojnë nëse është apo jo në kushtet e ndalimit për të marrë postin e gjyqtares sipas parashikimeve të ligjit të dekriminalizimit. Gjoka aktualisht është gjyqtare në procesin ndaj ish-presidentit Ilir Meta, ndërsa ka qenë gjithashtu e përfshirë në disa vendimmarrje në çështjen e dosjes Partizani, ku është i pandehur edhe ish-kryeministri Sali Berisha.